Ylber, kam dëshirë me nis direkt me një pyetje. Ç'a të shtyu për me zgjidh marketingun si karrierë? Në fakt, njeriu kalon në një fazë, unë them proces gjithmonë, derisa të gjesh veten, atë që ti do. Kështu ka ndodhur edhe për mua, duke qenë se kemi qenë, besoj edhe ti po ashtu, çuna që vinim nga rrethet, edhe studionim në Tiranë. Gjithçka nisi nga një dek që unë, në fakt, me thënë të drejtën, atë kohë mendoja që unë e pëlqeja. Unë kam studiuar bachelorin psikologji dhe përfundova këtë bachelor dhe do të ishte në mua nuk e gjeta veten aty. Dhe shikoja që çalonte diçka tek unë. Por gjithmonë më ka tërhequr e bukura. Një eri detajist që më pëlqen gjithmonë e bukura, më pëlqen gjithmonë që shikoja gjëra me detaje deri në maksimalitet, them unë. Edhe aty thashë shiko, un kam një prirje për qenë, sepse më pëlqen shumë edhe fusha e të bukurës, marketingun, e shikoja gjithmonë, edhe ndiqja gjithmonë në rrjetet e mia sociale, ku kishin trendet e reja, unë isha aty për t'i parë, ndoshta edhe për t'i provuar vetë kështu në atë privatësinë time. Kështu që masterin vendosja që ta vendosja ta bëja marketing. Dhe ju futa fuqishëm, them unë. Karriera pastaj shkoi në një fazë tjetër. Punova në një periudhë në një anë financiare që nuk ishte lidhje fare, por duke qenë që familja ime vinte nga një biznes familjar, edhe isha shumë i prirur të merresha edhe me financat. Pastaj duke eksploruar sërish veten, pasha as aty nuk e gjeja veten. Kështu që thash do bëj tamam atë që dua. Dhe ajo që doja ishte marketingu. Dhe e gjeta veten dhe kam më shumë se 8 vite, 10 vite gati që unë merrem me marketing, bëj marketing. Aktualisht punoj në një nga grupet më të konsoliduara në Shqipëri, dhe jo vetëm në Shqipëri, po ka dhe një shtrije të gjerë për gjithë ato që duan të blejnë. Pythoni Group sot numëron rreth 9 kompani brenda kompanive të tij dhe fokusi kryesor është ndërtimi, por kemi fazat qendrës tregtare, kemi brenda qendrës tregtare dhe 3 kompani të tjera, merret me projektim, menaxhim, prodhim betoni, pra praktikisht çdo gjë ja ofron njeriu që të startojë një jetë të re. Kur një ri vendos të investojë gjithë jetën, është të blejë një apartament. Pastaj është faza e mobilimit. Edhe këtë gjë ja ka ofruar gjithë kompania jon, por më pëlqen shumë që të punoj shumë fort. Edhe besoj që te Pythoni të paktën, edhe në gjithë kompanitë e tjera që kam prekur, por këtu me vërtet kam bërë një punë kolosale të gjithë grupit kompanisë, edhe jam shumë i lumtur edhe për besimin që më është ofruar. Është shumë e rëndësishme në jetë të jesh mirënjohës ndaj njerëzve që ti punon. Edhe unë jam shumë mirënjohës ndaj gjithë njerëzve që kam punuar, se gjithmonë kam marrë një leksion, edhe gjithmonë me këto leksionet dhe me kusuret e këtyre leksioneve kam blerë gjithmonë mësime të reja. Edhe jam shumë falenderues për gjithë njerëzit që më kanë besuar mua dhe puna ka ecur përpara dhe kam parë rezultat. Marketingu nuk është vetëm një proces, pra ti të bësh, po bën ato fushatat e tua, normalisht duhet edhe feedbacku. Edhe normalisht kjo gjëja është parë prap nga stafi drejtues dhe nga gjithë personat që unë bashkëpunoj në zyrën time, dhe jam vërtet shumë mirënjohës dhe krenar për gjithë punën e palodhur që ne bëjmë të gjithë si kompani.